çmontimi i këtij narracioni, çmontimi i këtyre pretendimeve nuk mund të bëhet as me analiza mediale, nuk mund të bëhet as me zemrim publik, por ai mund të bëhet vetëm nëpërmjet një instance juridike. Vetë fakti që e kanë bërë Kroacia e vende të tjera për të mbrojtur ish leadershipin e luftës, kjo tregon pse është e rëndësishme një gjë e tillë dhe Kosova nuk mund të bëjë përjashtim këtë drejtim. Është një dimension historik, por pra po them, ai që është më kapital është në fundit të respektohen këto standarde për cilat është kriju kjo gjykat, gjëja sepse këtu nuk ka kushte të mjaftueshme në aspektin e sigurisë juridike. Atëherë pse është kriju kjo gjykat? Është kriju që të respektohen në maksimum këto standarde të cilat sot nuk po respektohen. Është arsyeja e krijimit të kësaj gjykate sot më tashmë ka dështuar pa përjashtuar edhe pretendimin kryesor që është miratuar në Këshill të Evropës të Dick Martit, i cili është demantuar dhe është parë që nuk ka pasur kurrë. Janë pra, një e para është narracioni politik, narracioni që në cilin është krijuar dhe arsyeja tjetër do thotë po krijohet një trup i tillë hibrid juridik për shkak të dobësive të Kosovës për të trajtuar këto raste, për shkak të dobësive të sistemit juridik të Kosovës. Në të njëjtën kohë ishte unë miku këtu. Po ishte unë miku, në të njëjtën kohë, por në të njëjtën kohë tashmë ka degeneruar në të kundërtën e saj arsyeja për cilin është krijuar ky. Ajo që e thash, për shkak ajo që e thash. Qeveritë perëndimore po të kishte Kosova në tavolina ndërkombëtare, në institutet ndërkombëtare. Ajo që është më e rëndësishme, unë që insistoj, më shumë se në dimensionin, dëgjoj, më shumë se në dimensionin politik, më shumë se në dimensionin diplomatik. Ajo që unë kam rekomanduar nëse dikush e ka ndëgjuar është angazhimi me organizata prestigjioze për të alarmuar, do thot, opinionin ndërkombëtar mbi atë që po ndodh. Këtë unë e marr shumë të rëndësishme. Dhe kjo edhe për shkak të përvojës tonë historike, në fundit edhe kauza e shtetit Kosovës ka filluar që të ketë sukses kur fillimisht sepse diplomacia reagon me vonesë. Kur organizatat prestigjioze kanë alarmuar mbi shkeljen e drejtave të njerëzit në Kosovë, është detyruar të reagojë politika dhe të reagon diplomacia. Edhe në këtë rast, insistimi, do thotë, këshilla, rekomandimi më ka qenë që gjithnjë më tepër Kosova të bashkëpunojë me institute të kësaj natyre, me organizata të kësaj natyre, të cilat gjithnjë më tepër do ta shtonin presionin ndërkombëtar mbi abuzimet juridike që po ndodhin në këtë institucion. Dhe këtu është dështimi më kapital se në aspekte, sepse tjetër është nëse një lider politik i jep gjykim. Edhe Grenelli nëse tjetër është edhe Grenelli tjetër është kur një organizatë prestigjioze ndërkombëtare nxjerr fakte para opinionit publik me argumente juridike se çka po liston shkeljet të cilat nuk mund të mohohen, të thotë ekspert juridike ku ta di unë. Po kjo heshtje është duket e çuditshme. Mund të shpjegohet për kjo heshtje për një shtet. Për mendimin tim kjo është pikpamjet personale, natët e këto. Kjo është pa justifikueshme, ndërsa kjo është pa justifikueshme, ne po shohim një politik, po shohim që po totalisht indiferente edhe në sa i përket makrozhvillimeve të tjera, totalisht e pa përgjithshme në raport me obligimet që ka marrë për të menaxhuar shtetin e Kosovës.